Haradina e tjera, pra është gabim që të merret për bazë familja për ta propozuar një kandidat për president. Të rasti familjes Jashari, unë mendoj që plotësoj edhe kriteri aftësisë, sepse unë konsideroj që Murat Jashari është një personalitet që mund ta kryejë me sukses detyrën e presidentit. Jo pse është i familjes Jashari, por pse ka dhe aftësi, është profesor universitar, i drejtës kushtetuese e tjera, kështu që ai i plotësonte edhe kriteret tjera. Përndryshe kandidat tjerë nuk i plotësojnë kriteret, unë mendoj që është gabim të veprohet në formë të tillë. Unë e kam përmend edhe një herë më herët, si mundësi, nëse është ezauruar plotësisht çështja e Vjosa Osmanit, edhe unë mendoj që po, sepse nuk shoh mundësi që të rikthehet si kandidate. Unë mendoj që duhet shihet ka Amerika, pra një shqiptar amerikan, veçanërisht